Pas bërjes publike të shqetësimit të mbi 50 qytetarëve në televizionin nga një report se kompania Bel Air i anulloi fluturimin dhe nuk i kompensonte, qytetarët marrin një zgjidhje nga Bel Air, duke u kompensuar për hotelin dhe ushqimin, ndërsa fluturimi i tyre do të bëhet ditën e nesërme. Ky nuk është rasti i parë që kompania Bel Air nuk tregohet korrekte me klientët e saj dhe ende nuk ka asnjë reagim nga institucionet përgjegjëse për mbrojtjen e të drejtave të konsumatorëve dhe pse në fuqi ka një ligj që i mbron konsumatorët nga abuzimet. Sa orë përpara nisjes ja kanë anulluar? Shparas kur erdhën. Nga vini ju? Ne nga Lesha. Për sa i përket rimbursimit biletës, apo ku do të qëndroni sot? Pas një lloj përgjigjes, na thënë. Kompania po thoni drejt Kretës. Me Bel Air. Është hera parë? Unë nuk kam udhëzuar, po do u thoj nëna ime. Po kur ju kanë njoftuar për anullimin e fluturimit? Në momentin që unë kam ardhur këtu për të check-in-u. E cila është arsyeja? Arsyeja është se shkoj e keqe atje. Na kanë njoftuar para gjysore që shkoj e keqe në Kret. Gjysore por as e do Po. thonë. Edhe nuk na japin asnjë lloj sqarimi. Po rimbursim apo Absolutisht asnjë gjë. Tani isha këtu ke komisariati, u konsumuam me ato përfaqësuesit. Ai thotë ne të sigurojmë hotelin dhe ushqimin. Për ku do të thonit sot? Për Iraklio. Me çfarë kompania? Ku do të shikoj? Bel Air. Pse është anulluar fluturimi? Këto thënë koha keqe. Çfarë do të bëni? Do të thoni nesër ku do të qëndroni sot? Nëse vjen avioni do shkoj. Keni bilete? Ja. Çfarë kanë thënë përfaqësuesit e kompanisë? Na thonë hajde nesër në orën 12. E ndërsa qytetarët kanë mbetur në mes të rrugës, janë mbi 70 ata që i është anulluar fluturimi për në Irakli të Kretës. Kompania Bel Air, dikujt i ka dhënë përgjigje dhe dikujt jo. Ka vendosur të rimbursoj hotelin, por jo zyrtarisht. I thotë që udhëtimi do të bëhet sërish nesër, por këta shprehen të shqetësuar sepse kanë ardhur nga larg dhe nuk i kanë llogaritur këto shpenzime. A një report ka tentuar të marrë edhe një reagim nga një prej përfaqësuesve të Bel Air. Qytetarët thonë që kompania i ka anulluar fluturimin. Cila është arsyeja? Lutem se unë jam punës edhe nuk lejohet. Qytetarët kanë denoncuar edhe në komisariatin e Rinasit shqetësimin e tyre, ndërsa shprehen dyshues edhe për fluturimin i cili ju është premtuar që do të kryhet ditën e nesërme.